Që lidhe me kolegun Arsen Rus. Arsen, të përshëndes. Përshëndetje, edhe në fakt është të ngjeshur nga e posaçme, këto janë pamjet e drejt për drejta, një proteste masive, janë afër le të themi 67 banorë të fshatit Rjoll, të cilët kanë zgjedhur derën e prokurisë posaçme me një kërkesë. Këto janë pakartat e tyre, në fakt kërkojmë drejtësi, ju lutem SPAK, kërkojmë pronat tona, ne besojmë tek SPAK, drejtësi, për shkak se kanë një konflikt tashmë të njohur. Nuk është era parë që protestojnë në dyert e SPAK, kanë qenë këtu edhe një vit më parë, një kallëzim penal i bërë ndaj administratës publike ka përfunduar për kompetencë në Shkodër, ndërsa Shkodra prej një vite sipas avokatëve përfaqësues të tyre nuk ka bërë ende një ekspertizë të firmave nëse janë falsifikuar apo jo dhe të vërtetimeve të pronësisë. Një prej përfaqësuesve të banorëve deklaron se prej 35-s ai një vërtetim pronësie, ndërsa në 2019 ka një mbivendosje duke përfituar dikush tjetër. Kush prej këtyre është origjinale është kërkesa e tyre, ndërsa nga ana tjetër deklarojnë se kompania Gener 2, e cila ka fituar status e investitori strategjik, po punon aty pa një leje të zbardhur, ndryshe krejt sa çdo të punonte një qytetar qoftë për bërë një restaurim të thjeshtë. Ata kërkojnë që si zyrtarët që kanë dhënë lejen, por si edhe kompania Gener 2, biznesmenit Bashkimi Ula, e cila aktualisht ka nisur investimet aty, të hetohet, të verifikohet. Nëse gjithçka është e lishme, këta janë të gatshëm të tërhiqen, por pretendimi i banorëve është se jo vetëm nuk janë të lishme, por janë mbi një origjinë të falsifikuar, çka i përjashton ata nga pronësia reale të cilët gëzojnë prej shekujsh. Janë këto fjalët, thjesht të premtuar do të kenë një takim me administratën e prokurisë posaçme, ndoshta zoti Bravo apo dikush tjetër do t'i pres. Duam drejtësi, po ju lej pa koment me fjalët e tyre. Po Arsen, është e qartë pra kjo situatë? Përfaqësuesi i një prej banorëve deklaron që ka sjellë edhe provat e reja, të cilat janë provat e kahershme, qoftë dokumentave të pronësisë të kadastrës të afro 67 vite më parë, apo edhe pronat e dokumentat e vërtetimeve të trashëgimisë nga gjyshi babai e kështu me radhë. Po ajta. Tani, më lejo ta shfrytëzoj këtë komunikim edhe për çështje të tjera të cilat edhe ne i kemi ndjekur. Çfarë presim nga dosja e Akshit Arsen, paktën gjatë ditës së sotme, dhe sa i takon atyre dëshmive që janë dhënë gjatë këtyre orëve që kemi lënë pas nga dita e djeshme. Po fillimisht pra në çfarë faze jemi? Në fakt është një ditë ose një pasdite që do të ketë një rëndësi të veçantë për apelin e gjykatës posaçme. Aty do të jetë gjyqtari Florian Kalaj, i cili pas kërkesave, dëgjimit palëve mes tyre prokurisë posaçme, avokatëve, por edhe të dyshuar për aferën Akshi, do të shprehet me një vendimarrje. Kërkojnë mes tyre drejtuesja e pezulluar e Akshit, varësia e saj, Mirlinda Kërçanaj dhe Ava Delibashi, dyshime masa sigurisë, ndërsa dy biznesmenët në Aratiz, Zoti Agasi dhe Beqiri nuk kanë bërë ankim. Pritet sot që të kemi një vendimarrje nëse do të mbeten në fuqi apo jo masat e dhënë në mungesë dhe të ekzekutuara, por me provat e reja të paraqitura nga SPAK, mes tyre 4 dëshmi, ajo që konsiderohet më e rëndësishme, ai ish numri 2 të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit Daniel Shima, ku ai deklaron se gjithçka kam vepruar dhe kam kryer detyrën time kanë qenë në dirigjimin e prorë zonjës Kërçanaj dhe jam i gatshëm të ballafaqohem dhe të përballem në proces gjyqësor. Është një dëshmi e rëndësishme, por nga ana tjetër mjaft prova si kontrata Shqipëria Automjeti, Motomjeti, por edhe kontrata e Qiras janë ndër ato që implikojnë zonjën Kërçanaj në marrëdhënie direkte me biznesmenët që institucioni që ajo drejtonte, kontraktonte për të bërë prokurime apo shërbime në teknologjinë e informacionit. Tani, çfarë ka thënë Daniel Shima? Për të sjellë pak në vëmendje disa detaje nga ato që kanë dalë dritë gjatë këtyre ditëve, ndërkohë në ekran kam dhe tjera materiale të cilat janë shkëputur pikërisht nga dosja dhe që tregojnë në mënyrën se si ka funksionuar ky grup i strukturuar kriminal, po përtek kësaj që do të analizoj vetëm pas pak edhe me ftuar në studio. Dalemi pak tek ato që janë zhvillime që kanë ardhur nga terreni dhe që lidhen pra pikërisht me akuza për grup strukturuar kriminal. Po Arsen. Në fakt konsiderohet një deklarim i rëndësishëm ose një, i them nuk për qenë korrekt nuk e disponojmë,
Këto janë disa materialet të cilat janë ekran dhe që tregojnë atë se në mënyrë të përmbledhur, atë se çfarë realisht ka pikërisht në këtë dosje të bujshme, i cila lidhet pra me aferat, me grupin e strukturuar për cilën hetohet. Pra Akshi, siç e njohim ne, dosja Akshi.